Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, sonte po takohemi me buzëqeshjet në vite në emisionin ton të tretë. Të lutem, shumë mirë. Jo, vazhdoni me pse. Në rregull. Siç jeni në dini, në emisionin ton do të jetë i pranishëm dhe kryetari i Partisë së Bashkimit që bën fuqinë, zoti Karafil Lëngu. Të lutem, shumë mirë. Do ta kemi pa. Ne ftuam atë Po vazhdojmë. Më falni se e gjeti edhe ky tani. Ne ftuam atë me kënaqësi dhe ai po me kënaqësi e pranoi ftesën tonë. Patjetër. Zoti Karafil, mirëmbrëma. Natën e mirë, miropafshim. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, më falni se çështjet e partisë. Zoti Karafil, jam e sigurt që dhe telespektatori që po na ndjek në këto momente është interesuar të di diçka më shumë për jetën tuaj dhe të partisë që ju kryesoni. Po. Të nderuar dhe shumë të respektuar telespektator, e nderuar zënjush. Duke e falenderuar në emrin tim dhe të partisë që kryesoj, mendoj se populli tonë të mrekullueshëm nuk i hyn fare në punë jeta jonë. Mjaft, ju lutem, me jetën tonë. Mjaft me jetën tonë të politikanëve, të qeveritarëve dhe të kryetarëve të partive. Ju lutem. Jeta jonë dihet siç është, si atëherë në monizëm dhe tani në antimonizëm. Çe pyet si e kemi jetën ne? Shikoni jetën tuaj, bëheni atë më të bukur, bëheni atë më të qeshur, bëheni atë më të lumtur, se vetëm kështu ju do të gëzoni të gjitha partitë dhe ne, dhe ne, kryetarëve të saj. Zënjush e nderuar, telespektator i respektuar. Të them të drejtën, unë erdha tek ju të çlodhem pagës, të qesh pagës. Se që është e vërteta, gjithë java nga kalon me punë, me mundime, me punët e partisë. Ik nga dogana, shko në ambasada për ndonjë vizë, ik nga ambasada, shko në tendera, nga tenderat për licenca, lodhje, mundim, nervozizëm, strese. Lëreni jetën tonë, ju lutem shumë, se sa më shumë ta merrni vesh se si e kemi jetën ne, aq më shumë do nxihet jeta juve. Të nderuar spektator të respektuar, e nderuar zënjush. Ne kemi dalë këtu për të kënaqur popullin ton trim, që ju bëv dita 1000 dhe na dhënd nga ditët e tij për të mirën e tij. Me çfarë do ta kënaqim sonte teleelektoratin ton? Me një pjesë humoristike nga artistët e qytetit të Fierit. Jeni e mrekullueshme, siç janë të mrekullueshëm dhe artistët fierak. Partia jon kënaqet, shkrihet kur dalin në skenë artistët e Fierit. Zoti Karafil, në intervistën tuaj ju keni thënë se e njihni mirë artistin e popullit Luftar Paja, është e vërtet? Zënjush e nderuar, unë i njoh të gjithë artistët e Shqipërisë. Sepse po thuaj se kam punuar në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Me Luftar Pajën kemi ndajtur ne të tëra dimri duke ngrënë e duke pirë. E sa qyfyre që kemi bërë. Po do vi rasti dhe do themi ndonjë fjalë. Mirë do të që Luftari të vinte këtu në studion tonë dhe të kujtonim ato ditë të lavdishme dhe të stuishme të luftës kundër shfaqjeve të huaja dhe mbeturinave mikroborgjeze. Keni shumë të drejtë, zoti Karafil, madje që nga ky moment, aktori dhe humoristi Luftar Paja është i pranishëm në studion tonë, ne i mirëpresim atë, por kësaj radhe do të mjaftohemi duke ndjekur një pjesë nga humori i këndshëm dhe i kolegëve të tij fierak. Do bëni shumë mirë. Jashtëzakonisht mirë dhe partia jonë është shumë dakord. Dakord. Atëherë ta ndjekim? Patjetër. Coalizione testate 532 Tubo za fixe 1, 2 3 Zeno, si më hyre sot, mirë? La gjere tja. Ato fletyre të daljet, mirë ke? Ja, 1 minutë sa të mbarojnë që këtu. Vazhdo ti, Gjan, vazhdo. Se po bisedoja mbrëm me drejtorin, po pinim nga një gotë raki në shpinë e ti. Mbrëmë? Mbrëm. Shpinë e drejtorit e? Po shpinë e drejtorit e, se shdo 3-4 ditë më thret pa tjetër mua. Qa nalë dhe ndërmaris me mua. Që jam muni qopë që frefarti, po... Qapë që lazi? E di që ka mirë me mua, ja të talin time? Jesolla, rotull. Po pse rotull, po ke një moje, gjusën po jasjel rotull. Po i thoshe të so për të shkretën. Po ka ndërmend të qoj dhe një fund problemin e lëvizjes brenda për brenda ndërmarjes, si mba shkollës. A ma ndjelë se amro mua, lazi.
Do më lëvizin nga magazina dhe pse? Se s'ka marrë shkollën e mesme ekonomike, po vetëm gjimnazin. Po kësaj që thuhet ti? I do magazinjerët me kulturë profesionale, Zeno. Po manë Lazi, pa kulturë që kanë fare? Jo, për kulturë ti? Po dokumenti shkollës, dokumente, Gjan. Jo, këmë shë gjuminatën për ati qenë shkollë ekonomike. Por jori, mos e mërzit. Le që bisedova më brem me drejtorin, unë e bisedova. E më qafshe. I thash drejtorit që Zenon e kemi të mirë, i thash. E që mirë zeza rotulja pas këtë thënë. Po luet nga magazina Zenon se, vuan nga mezi. Ja dhe kjo rotullet. Ushtremuan puni kam thënë. Prapë rotulli pas këtë thënë, Por i dojnë që këshremër si të kam porositur unë, po, ha? Unë diqa, nuk e shikonti si jam bërë si pikë pyetje unë. Ha, më të lomë. Ashtu, sa ty kape mu, ushtremuan puni, them. Po he, Lazi, unë të me rova gruan dhe kalamajtore. Që bërë shore lumas si plakin 100 vjeç më thot gruaja mua. Po më së mërzit, Nuk e merë do të me mëndore, Lazi, sa shumë me ndua këtë të shkret magazin. Gjithë ditën qiri në kameri, si nusës me tela. I shikoj këto mallra të radhitura njëra me tjetrën dhe kur mendoj që do më lëvizin nga magazina për atë palo kulturë, më kulturë që më bëre. Jo për gjithë tjetër, Lazi, të më besoj që... Po jo më të besoj si nuk besoj. Le që do da bisedoj prapë me drejtorin unë. A mi qafsh. Pa. Në shkoj sot në shpi, do pi një gotë raki me drejtorin. Keke me Lazi. Pa që ishin e raki se solet ja? O më ngrenë të mortja mua e Lazi. O më ngrenë të mortja mua, pa nuk e kam mendje në vendun e Lazi, jo. Mere Lazi, me, ja këtë. Nga jo e para është, he? O, i edhe ti e Lazi, e para e dyta, po unë një raki kam me një barku e shaj. Ika unë se s'kam bërë fare gjam nga reparti. Ika, miru pafshim. Le që na... Në shko, po vi po e ma më vonë. Po vi më vonë, pra. Hajde, Gjan, hajde. A pa të më bëj punë kush e Gjanë, re. Kam frikë si ky Lazi po më adresë. Da mi gjajnë e rakis më tha. Do t'i them sot, do t'i them nesër drejtorit. Drejtori. Moze, si vjetë me shumë? Mirë, shumë. Si ke punë e magazinës? Ja, si që shikon që këtë. Bukur, në regull, pastërtia, sistemimi, etiketat, materialet të vendosur për afte, më përqen të kënaqet syri. Po, shoku drejtor. Dëgjoj Zeno, ne si drejtori kemi vendosur... Po, shoku drejtor, do më prisi deri në shtator mua? Deri në shtator? E përse? Do t'i futem shkollës mesme ekonomike pa shkëputje nga magazina, nga puna dhe shatë social. More, po unë me sa e diti e ke marru një shkollë mesme. Do bëj edhe ekonomiku natën për kulturë profesionale. Për kulturë? Po. Po sa vjeç vajte ti, Zeno? 50 rumullak. Po pritet edhe cati se ke ko. More, Zeno, more, nuk të shoh mirë, unë vërtet nuk të shoh mirë. Po unë, shoku drejtor... Unë të kemi punojsh të mirë, more, Zeno. Të urtë, të sjellshëm, të gjithë të duam. Po ty se shka shkrepu këto kote fundit? Më ka thënë Lazi mram, shoku drejtor. Lazi? Po. Mram? Me. Në 12 natës? Po. Nuk thesha nga shërbimi? O, më ngrete mortja mua, Lazi, adi, jove apo jo? Se po më thonë dhe mbram drejtori Zeno, po pilim nga i gotë rakin në shpinë tine. Me drejtorin, ha? Po, me drejtorin, shoku drejtor. Me drejtorin? Me mua? Jo. Kam drejtor tjetër unë. Na dole se paske 2 drejtora, cili është ai tjetri? Drejtorin e djalit, që kam klasën e 2 fillore. Pse me drejtorin e shkollës djalit që janë hanet e mjeti? Po që atë le drejtor nuk e shikoj. I Lazi ke filluar të miresh me Pelivallëgje, dhe ja ke varur punës fare. Dëgjonë, lëmë shti ke bërë punë të atjere partë. Po nejse, hajde ikëm. Sëllon, ditë mirë. Dani ku të vesh ti? Qohën të këto. Qohën. Ëshë. Më lere ato Zeno, se po më zjen koka, po më nëzjerë, ty po më nëzjerë. Ti bën si bën dhe drejtohesh. E thalë, po që të bëj unë? Nuk drejtojmë do të me dëshi. A jeshtë tërmëruara, Zeno, jeshtë tërmëruara?
E kam nga kultura profesionale, shoku drejtor. Bravo Hjeri, i lumt Hjerit, roft Hjeri. Zoti Lëngu, tani le t'i kthehemi pyetjes që u bëra pak më parë. Po? Pra duam të dim unë dhe telespektatorët që po na ndjekin në këto momente, diçka më shumë rreth jetës tuaj dhe të partisë që ju kryesoni. Ju thash në asnjë mënyrë, po më vini në pozitë shumë të vështirë. Sinqerisht po më vini shumë në pozitë. Ju lutem shumë. Populli ynë nuk do të di se si e kemi jetën ne. Populli do të di për punën tonë, për sinqeritetin tonë, për ndershmërinë tonë, për kushtimin tonë, për Alo urdhë. Po ju ndjek në televizor. Kush jeni ju? Tregoni diçka nga jeta juaj. Më falni, po me cilin kam nderin të flas? Jam ai që lë dollarët. Dollarët. U kujtuat? Tregoni të vërtetën cili jeni ju. Patjetër që u kujtova, patjetër. Partia jonë gjithmonë ju kujton dhe kur nuk ju haron. Si vërdon, partia jonë është partija së vërtetës. Falë. Jeta ime dhe partisë që kryesoj janë si dy drasa të ngjitura me tutkall. Njëra dras është jeta ime dhe drasa tjetër është jeta e partisë. Tutkalli që i ngjit është ideali ynë për të cilin ne luftojmë. Deri tani janë 58 parti. Me sa di unë do bëjnë dhe 58 parti të tjera. Kur të bëjnë 100-200 parti, që ka rrezik të kemi çdo parti për çdo kilometër katrore, ku do mbytemi? Sikur nga 10 antar të ketë çdo parti në kryesinë e saj, ka jemi ne. La i thaj, s'ka më popull, hikën populli, i gjithë populli bëhet antar. Antar i kryesive të partive. Po kush do dalin në miting? Po kush do të punoj? Mirë se për punë, as s'ja kërcet njeriu të punoj. Kush do të votoj? Po mbase nuk bëhet e puna deri aty, zoti Lëngu. Kështu si e kemi nisur, nuk diskutohet, ja. Partia jonë po e ndjen që tani në kurizin e saj, ne s'kemi elektorat fare. Në ka ikur elektorati, e kemi thënë dhe së thënë. Ca ka ikur me partitë si Motra, ca ka ikur jashtë shtetit. Mos e diskuton, kështu do të ndodhi dhe të gjithë partive të tjera. Do mbetemi pa popull. Unë jam bir i partisë time. Partia ime është një makinë larse ku çdo ditë lahet dhe pastrohet ndërgjegja ime dhe antarëve të partisë. Cili nga antarët e partive të tjera si Motra nuk e ka ndërgjegjen e larë, nuk e ka ndërgjegjen e pastër, e ka ndërgjegjen pis, le të vi të lahet në partinë tonë. Ne jemi të hapur nga ora 8 deri në ora 8 darkës. Partia e bashkimit që bën fuqin është një parti brumatrice, ku çdo ditë gatuhet dhe brumoset njeriu i ri me tiparet e vërteta demokratike. Në qoftë se ndonjë nga antarët e partive të tjera nuk e ndjen se ka tipare të tilla, le të vi të furnizohet me brumin e partisë tonë. Partia jonë është një nyje llaçi dhe betoni ku suvatohet dhe gatuhet dhe betonohet njeriu ynë i ri me tipare të vërteta demokratike. Partia jonë është gati që nga ky moment të suvatoj çdo parti që i ka rënë suvaja e ndërgjegjes. Falë, zoti Lëngu, mos nuk ndjeni mirë, të bëjmë pak pushim si thoni, ha? Mirë do të qenë. Në ndërkohë që ju do të pushoni, ne do të cillim në ekran trupën e humorit të qytetit të Korçës. Shumë mirë. Ta ndjekim? Ta ndjekim patjetër. Babi bujku kababi, seyri püsme. Ore, kokës bathur, pse je plerën nga balkoni ti, more? Kokës bathur? Unë në kokës bathur? Fush aviacioni bile! Ua, në këtë mënyrë të më sfidoj mua një femër, he? Prit! Të presis këna të put të pres, me bishin e fshesis të pres, s'pesu dhe! Si u bek shuk ta jeris, more? If jeri plera këtej, titri plera adej, s'ka pi kulture s'ka këta? Një përpunu se plerash, hajde lëshov shesën dhe kërkon djesat. Hajde lëshov shesën dhe kërkon djesat. Po asi lëshov djesën ase kërkoj fshesën, ode? Po dy gjok këtu ti, fshesare dhe bif fshesaresh. Se unë i kam edhur plera nga balkoni, e përsëri do t'jë. Po mëse e pra kokës bathur e bir kokës bathuri, se u të narezi derisa të drejtë. Kokës bathur? Unë në kokës bathur? Në këtë mënyrë të dy gjok këtu ti fshesare. Se mua vërtet leshtë më ka rënë ngastra. Po unë nuk lejoj asnjëri që ta abuzoj me fatkeqësinë time personale. Deri mos ta qaj këtu ti, hajde mëri këtu ti.
Me që se nuk do që të tjere të abuzoj me fatkesin tënde. Pse hirë plera nga balkoni? Se nga do tjetë plerat, ajo është punë për mua. S'merkenish me të mirë ti, more? Se kota ka dhenë bashkia në ngarkim ty 2 metrë fshes. U e dit kë? E dit, më, po unë të di shumë gjera ty. Unë të di edhe pozicionin e zorve se ke, po Po bidim e ti po s'me di mirën, e? Pse? Se bashkia më ka dhe për një putetër fshesën, mo? Pse ta ka dhenë kjo Se bashkia? të yrë me këtë pishtin e fshesën, se të gregalov të trebesh galat. Ua, kur u bëm gangëstere dhe plera gjesh. Po me të t'il balgjerë, të bërë, Po që të pse? bejbë. Ti, ku e di se i ka mund 2 të thata me vite i ka? I ka mërë, me ato 2 të thata bulletullët. Ua, prap ti me. Dëgjoj, tani s'ka spital që të me nërëzim. Asja. Qa ke du ti me? Dëgjoj fshesën. Duke ishtë, Dëgjoj fshesën. se eshu fshesën, mo, Po me. se s'raman të mbatesh me dialog? U pika burave që duhet të mbater me gratë. Ku marrema ke këtë dialog ti? Dëgjoj, se unë as ti me shoqe në kursejte. Po ku e ke interpelacën, more? Ku e ke interpelacën? Dëgjoj këtu, se unë kam qenë kampion i moshave në ndërmarrje, dëgjoj. More, në domino apo dyq? Në mundje sa më po. Pra daj baker të apura Jo, të me, trote. kam të imbajt hapra se kam bërë ushtri në marinu. Mos ke njeri ku do ke qenë fatorino dhe kode modizmit. Dëgjoj këtu. Me mua stëpinu i kam të apra. Një mirë. Ade ikë mua më t'il për para. I që fshesën do theme? Ikë more se i qira jasharit. Ku është kjo shumë? Ja ti të resu në të vitë shikosh. Jo me jo, unë desha të them kështu. Në më them, në qoftë se unë i jetë plerat në koshin e plerave, zotron të din në asistencë. Ta merë bashkia fshesën, ta dhe në muzeu etnografik, ti të më mbete si luftëtari kombëtar jakshu gati tu gjithë ditën. Dëgjon ti? Se në qoftë se jep unë plerat ta ndej këmbet. Në qoftë se jep ai tjetri, ne të kryoj fronte pune. Kupton? Po s'më ki shkuat në të Kino lavoro, thot Celentano. Mua të regole që ta në tja. Por e kam në video, por e shikoj për ti me jashari, more. Si do s'love du të di? E do të varë la marrë, thotë. Të pyeta, me dashuria ke marrë bërin time? Jo bre, e kam rëbyre. Se dini të bani dashuria dhe ju shësarë? Mua pëse vetëm ju tullak të kateve të pesta dini. Po qa keme tullak time, ju se këmtojnë, qa bëjë? E po mirë më falde, katër klasë ka. Po katër klasë ka byra zerë krabë. Po mirë, po shkusur ka unë që kam 3 universitet? Vere të pika, do të kesh bërë natë ti, se... Jo, dëgjo, ka dhe unë një komshina për tame. Një universitet ka bërë dhe nga kati 50, po jetë në kosha. Mirë. Breda. Mirë, ajtë mos më dilë më nga tema. Unë do t'jetë plerat nga balkoni. Ku të vendi? Nuk di. Po i në kosh mirë, po synë. E do është pishtin e fshesës, drusade e kene. Po pse ta këtë bishë fshesë unë? E po nuk ka këtu, ini plerat të kosht ishte regull me Po mirë, po nuk është të thënë që do ju të gjithë, ha? Unë do t'jetë nga balkoni. Në rregull? Po ynë mirë. Po synë. Ua! Në vranë fshesare. E po së shesar të rojtë të tërë, byrazer, se dua frot punën e ata të varrimeve. Dhe tani 2 fjalë për veten time. Dua të sqaroj elektoratin tim që ndodhet jashtë atë dheut. Mbi supet e mia, vërtet ka rënë pesha e humbjes, por ballin dhe flokët e mi i ka përkëdhelur shpeshherë dhe fitoria. Asnjëherë më kanë lavdëruar, gjithmonë më kanë sharë. Por unë me luftë dhe përpjekje gjithmonë kam qarë duke shkuar deri në maj lartë tek sekretari i parë. Sa largë kemi pillin që këtu, Silo? 20 kilometrë, matanat i fshatit atje. Më ke thënë që ka shumë dera në atë pillë, Sigurdo. Bile thonë, sa futesh në pyll, këmba nuk të shkel në tokë, po mbi kurezin e derave të egjër. Ashtu pësi. Populli ka humor, Silo. Nuk dua të mburem, por unë kam qenë si Karl Marxi. Me ne të tëra kam ndetur vetëm mbi letra. Kam shkruar me mira e qindra mira letra. I shkruaj një partis për shokët e mi, për miqt e mi të luftës dhe të punës, që ishin armiq të popullit. Aq shumë letra kam shkruar, sa një ditë dola dhe vetë armik i popullit. Sinqerisht, për ideal të partisë, nuk e dija që isha armik kaq i kamufluar. Por partia mi hapi syt dhe më tregoi vendin e merituar. Ja cili e më tha, më erdhi turp nga vetja, që nuk e njihja mirë veten time që e kisha aq afër. Ka më të afërt se vetja? Dhe unë, që dikur me opinga kisha zbritur nga mali, një ditë të bukur e pash veten pronar të një lokali. Ofendohen si kur t'u jap ca dollarë? Allah, i rezik është. E gjitha dhe t'i pysi erë. I gjoni amiq, ky zotnia thot
A ofendojni ju si kur t'u japi ca dollar kë? Ha? Ha? Amar ha? Njemi shht! Ha? Të gërë? Hajde bra, si merëni. Më pas, ndryshoj bota, lëvizi rrota, mora vota, dhe vetëm me një firmë, dhe vetëm nga një dorë, unë arrita të shkoj deri lartë në kuvendin popullor. Qetësi, ju lutem shumë. Mos më detyroni që të nxjerr nga salla ndonjë deputet të nderuar. Ju lutem shumë. Zoti kryetar. Urdhro. Askush nuk ka të drejtë të ndryshojë rendin e ditës. Faleminderit. Deklarat. Grupi ynë parlamentar proteston kundër radiotelevizionit shqiptar. Ky televizor 2 net më parë ka transmetuar një emision të dyshimt me titullin Humor Parlamentar. Një minutë. Pas rregullore, zoti kryetar, përderisa ma dhat fjalën, nuk keni të drejtë më ndërprisni. Po një minutë lutem, se sekretaria njofton që zotrinët e televizionit nuk kanë filluar akoma të xhirojnë. A mos doni të thoni se jo janë mbaruar shiritët e filmit? Nuk kanë filluar të xhirojnë, po themi lutem. Zoti kryetar, për hir të popullit, i cili pret plot. Më pas, u tunde u shkund vendi dhe unë s'kisha më vend te kuvendi. Mora ca viza, mora fëmijët, mora gruan dhe mora rrugët e kurbetit. Në fakt, vërtet na interesonte edhe jeta juaj në emigracion, por unë jam kurioze për diçka tjetër, zoti Karafil. Qofse më lejoni. Jeta juaj disa vite më parë, shumë vite më parë. Sepse për shpëritet, të më falni, zoti Karafil, thuhet që ju keni qenë pak i çmendur. Pak? Pak i çmendur. Një politikan dhe aq më keq një kryetar partije nuk mund të jetë i tillë në qoftë se nuk ka qenë ose nuk është i çmendur. Se tek ne ka qenë dhe është një klimë e favorshme për të çmendur. Atëre kur ekziston një klimë e tillë, përse mos ta shfrytëzojmë? Njeriu në jetë duhet i provojë të gjitha për t'ju sqaruar juve. Dhe opinionin kombëtar dhe atë ndërkombëtar, po ju tregoj një episod nga jeta ime. Ka qenë viti 1980 Ika me, dërja dhe. Ika lërë mos i këput gjithë thash. Ik do thash dhe të rafë. Hajt. Po i hik mërë mi stres po të them. Mos këput mërë gjithë po të them. Hajde këtu. Këputi gjithë prapë. Mi stres. Hajde këtu. Uqi. Hajde mi stres, hajde. Ç'ke uqi? Mi stresi, këpusin gjithët. Hajde këtu, ta këpus kokën si të zogut mi stres. Dhe jo uqi. Si e? Falemderit, si duket. Të lutem shumë uqi. Të më bësh nder se kam ja. Nise me shërbim për në Shkodër. Do të shkosh pa tjetër gjë në spitalin numër 1 dhe t'japësh doktor Izak këtë letër në dorë. Doktor Izaj? Po. Që është ky doktor? Baxhanaku im. Baxhanaku yt? Baxhanakun ke doktor ti? Po, mo. Ku je mor ve hapo ku dole si me porosi mor të keqen vllaj. Ç'ke ti çoj të letër? Po. Mbaroje e punë. Dgjoj. Urdhro. Ke letër? Po. Laps. Alo laps. Urdhro pas, urdhro. Vaj. Kam një hall shumë të madh. Ti dole tamam si me porosi. Të lutem shumë një pusullë shpejt baxhanakut tënd, një 3 ditë raport. Shkruaj për mua. Uçi? Urdhro. Po sikur ti shkruaj për një ditë raport. Po 3 se është halli i madh. Është krevat. Mirë, si u gdhive, a je mirë, të bëftë mirë? Dgjoj, të lutem shumë, doktor Rizajn, ndesha. Kemi një urgjencë. Cili doktor më ka? Rizajn, doktor Rizajn.
E kuptoj më ka, po cilin? Po si cilin, mor gjatë ashtë se po më luan mënd. Po ta them shumë që je doktor Rizahin. E kuptoj më gas, po cilin Rizah, se në spital kemi 3 doktorë me këtë emër. Më së këtë dhënë syta që, qa? Mos mërë se na mori në qafa, nuk më ka shkrujtur asë mbi emri, mor gjatë unë njësë për në Shkodër. Uqi, ham Uqi. Paftjar, më falë që të mundova, se kam ardhur dhe duar bosh. Ama je në vetën, se mos e dinje ti që jam shtruar unë këtu. Po, një rrugë e 2 punë, si ju thonë, të lutem shumë se kam litarin në fyt. Duhet të takoj pa tjetër doktor Rizahin. Rizahin? Po cilin Rizah, se këtu ka 2? Mor po 2 ku t'i gjejun, po janë 3. Po 3 e 4 ti nuk e gjen dot. Të lutem shumë, më siguron dot një fletyrje mua. A, jo, është rënguar puna shumë. Po nuk di ku ka në i vrim ku t'futem. Uqi, ndigjo. Do dalësh nga mbrapa lulishtes, dhe unë nga kati 5 do të hedhin palbijamet një shoku tim që doli sot nga dhoma jonë. Mire? Të mashat keqen e ke mendjen femër, hika! Hajde shpejt. Kemi? Hiq, mirë faleminderit. Zhbëni këtu. Jo i kini marë, Çfarë? Robat pra? Robat. Robat, po. E di si ishte puna se ashtu erdhi puna, prandaj Si erdhi puna? Mu desh i t'i fshia këtu ke bari Të bari. Ne i kemi marë. Ashtu? Falenderit. Thash edhe unë kush i ka marrë. Po ku i kini? Në pavion, e. Ti marrë? Pavion. Falenderit. Një minutë, ndalo. Shoni se mi të putu kratë fara. Po së timi të bëjmë në shpër zakon. Zakon bukur pas, isha. Ndalo. Ku në qonë? Kjo është psikiatria. Se nuk pëlqen ku të shbërnë? Seriozisht e kini e vëtalë? Seriozisht, kjo është pavionë me i mirë i spitalit. I mirë. Ja më ka pralla tani, për shkoni bini roba dhe të bëni. Qa bëni, more? Lishon! Keni duhet për mënsh lishon! Lishon! Qa bëni, more, lishon? Qoni një tjetër,
Më duke se është 17 vjetës. O shok edhe shoqe studenta, ju lutem shumë më ndihmoni. Më kanë marrë për të çmendur. Po më ndjekin kot se kot, ju lutem sqarojeni ata. Ju betoj nuk jam i çmendur. Duke mund si çmendur, po nuk do të. Sa po juri nga drejtarja dhomës tënde? Pse? Si pse? Po, mami. Si ua, mami? Hecëm.
doktor. Urdhro. E nje doktor Rizajn? Unë jam njëri prej tyre, se jemi 3. E ti mor gjane di. Desha atë që është bajanak me vehap shelgun. Ashtu? Unë jam. E ma duhet që koj ftyrën. Anë qikë s'pastohu. Si e? Mirë, faleminderit. Me shtetë mirë. Mirë. Për ty erdha unë këtu. Ashtu? Desha janë 3 ditë pushim. Do të jap për 30 ditë. Shkujtime të bukura. Kanë kaluar vite dhe kam nostalgji. Ka qenë era e parë që jam çmendur atëre. Pse keni patur raste të tjera që jeni çmendur? Zonjush e nderuar. Po si mund të vesha unë kryetar partie, nëse nuk do të çmendesha disa herë radhazi. Juve mund të duket e pabesueshme. Por nuk ka kënaqësi më të madhe se të jesh një ditë i çmendur. Të bëhesh një ditë budalla. Po je i lirë, mund të thuash çfarë të duash, nuk thon asgjë, thon lere mos është budalla thon. A më kuptoni? Nuk ka kënaqësi më të madhe. Budallajnë dhe të çmendurit asnjëherë nuk i fusin në burg. Gjithmonë të mençurit e han. Ne nga të mençurit u prishëm, u shkatëruam. Kush e shkatëroi këtë botë? Budallajnë apo të mençurit? Kush e shpiku bombën atomike? Budalla apo i mençuri ishte ai? Ne edhe nga të mençurit do na gjej belaja gjithmonë. Si është kjo botë. Sa më i mençur të jesh, aq më budalla të duket vetja. Dhe sa më budalla të jesh, aq më i mençur të duket vetja. Megjithatë, ja ku jam përsëri. I gjallë midis të gjallëve në krye të një partie që e do dhe e respekton i gjithë populli. Mos më se na torturuat në lodhët. Zoti Karafil, mund të dalim pak nga tema për cilën po bisedojmë? Që të dalim pak, dalim shumë, po doni. Duke që se jemi në një emision artistika, mund ta thoni se cili është mendimi juaj në përgjithësi për artistët shqiptar? Po si mund të ulemi këtu? Po, mund të ulemi. Nëse flasim me gjuhën e popullit, për mua dhe partinë që kryesoj, artistët janë lezeti. Janë ëmbëlsia, janë, si të thuash, rushi i kombit. Rushi i kombit, por në që kuptim rushi i kombit? Në kuptimin e rushit, të kokrës së rushit. Për mua, çdo artist është një kokër rushi i ëmbël në bistakun që i takon. Për shembull, teatri kombëtar është një bistak rushi më vete. Teatri operas dhe baletit është një bistak rushi më vete. Dhe kështu të gjitha grupimet e artistëve janë bistaqe me artistët domethënë si koqe që rinë të mbledhur. Këta bistaqe rriten në vreshtën e madhe të artit shqiptar. Ky është mendimi i partisë tonë. Po mirë, për mendimin tuaj, në gjendje aktualisht është vreshta e artit shqiptar. Prodhon diçka apo? Të them të drejtën, për mendimin tim, edhe të partisë që kryesoj, kjo vresht është lënë në harres fare, nuk po merren fare me këtë vresht. Kjo vresht gati është kthyer në një vresht të djegur, ku kanë mbetur vetëm fare pak bistak me ca koqe rushi në përto. Po mi pse është lënë pas dore vreshta e bukur e artit, si thoni? Sepse po merren me një vresht tjetër që është me prodhimtari më të lartë. Po merren pikërisht me vreshtën e korrupsionit. Qarë vreshte është ajo. Qarë ju zmeti që po e bëhet asaj vreshte. Qfar rakia dhe qfar vere del nga ajo vresht. Në fillim, ka që ëmbël dhe ka që dashur të duket ajo raki, sa nuk ta merë mendja. Por ama, kur fillon edhe pi shumë të del nga hundët. Po mirë, ju zoti Karafil, si kryetari PBBF-s, keni provuar do pak në kjo raki? Thoni të drejtë. Të jemi të sinqertë, qatë që kemi provuar edhe ne nga kjo raki. Kemi pirë nga një teke. Teke? Me të nga një teke, apo? Tani teke. Ka pasur raste që kemi pirë edhe dopjo. Por partia jonë nuk është amaqare. Neve vazhdimisht kemi thënë, të pim, por jo të ham. Mirë po, deri tani që është e vërteta, partia jonë vetëm e ka ngrënë. Prandaj nuk po ngrem kokne. Po mirë, për mendimin tuaj, cila parti dhe cili kryetar ka pirë më shumë nga rakia e kësaj vreshte?
I do me emra? Po, pse jo? I do? Po, i do. Jo se nuk qaj kokën fare i themun. Pa, ishë më mirë akoma. I do? Po. Ti them? Thuaj pra. Publikisht? A ishë më mirë, thash. Po pse ti themi? Ata njihen, ata dihen. Unë, disa kryetarë partije. Disa nën kryetarë, që jo një dopjo e dy, po e thajnë litroshin e bin nja. Rakia e kësaj vreshte, është rakia e ëmbël, është e dashur. Po në fillim ama, se kur pi shumë të del nga hundët. Kjo raki nuk është si rakia e zakonshme, që mas i ke pirë një apo dy dopjo, i fut një sy gjumë dhe të del të nesërmen. Jo, po të zuri kjo raki edhe vetëm burgu të nëzirë. Ashtu, Po mirë, ju njini ndo një politikan për shembull që ta ketë zënë kjo raki? Që thua? Këta nuk i zë korende, jo ti zëri rakia. Jo, më i qup, jo. Këta sa më shumë që pinë, aq më shumë i lirohet gurmazi. Partia jonë e ka theksuar dhe e thekson vazhdimisht. Kujdes! Shumë kujdes nga teket e pare të kësaj rakie. Shumë kujdes. Zoti Karafili, të rutemi tani tek parcela e humorit. Do të ndjekim një material ku interpreton artisti i popullit Skënder Sallaku. Skënder Sallaku, përveç se një artist i madh, është dhe një nga themeluesit e partisë tonë. Shtëpia e tij ka qenë gjithmonë një bazë rakie dhe humori. Megjithatë, partia jonë e përjashtoi Skënderin nga radhët e saj. E përjashtuat, po pse e përjashtuat? E përjashtuam sepse sa herë që mblidheshin dhe pinim raki, dhe sa herë që Skënderi ngrinte dolli, këndonte vetëm një këngë, Qyqja e Beharit. Ne prisnim të këndonte këngë për partinë, ai këndonte këngën Qyqja e Beharit. E kishte fjalën për partinë tonë. Por partia jonë nuk është qyqe, por është shqiponjë. Këtë ta marri vesh Skënder Sallaku, Skënder Gjinushi dhe Skënder Beu. Më falni zoti Karafil, por nuk më duket një arsye bindse për të përjashtuar një njeri nga radhët e saj, nga radhët e partisë, dua të them. Aq më tepër kur ai ishte themeluesi i saj. Me çup jeni Tereziti? Po. Po mirë, pse kush përjashtohet nga partia? Vazhduesit? Partia jonë nuk mund të vepronte ndryshe nga partitë e tjera. Kur dihet historikisht që gjithmonë ata që kanë themeluar partitë, gjithmonë ata janë përjashtuar dhe pushkatuar. Megjithatë, Skënder Sallaku, derën, zemrën dhe kratë e partisë i ka të hapura. Të vi kur të doj. Mjafton të këndoj një këngë për partinë tonë. Nuk di këngë, të mbaj isën e partisë tonë. Po mirë, në rregull, ta ndjekim tani materialin e ta ndjekim që s'keme të. Patjetër ta ndjekim. Dhe partia jonë do ta shikojë me interes të madh. Në bazë të atyre që thamë më sipër, zotohemi që planin nga 101% ta realizojnë 111%. Dhe hyrë. Alo? Po ti? Faku i emër Shkeme më. A je mirë? A je mirë. Si dukesh? Faleminderit. Me shëndet. Mirë. Me punë Si vetë mirë? Po mirë më thuj njerë ku punon njerë. Çka ku shkroi nga ishi? Ha të lumë. Kështu që në shkollë ti. Me shkresa, me Ja, shkresa. po me shkresa. Do të mërzitesh pak sa të bëjmë së shtypë. Falë sa të ndërhyra kështu domoshta. Ulu. Ja po rritu. E pastaj pinga i kafe. Mirë, faleminderit. Mos e mërzit. Mirë. Jo vazhdo. Vazhdo. Qarkullimi i mallrave. Nga 98% do realizojmë 108%. Hyrë. Më falni shumë, shef. Sot kemi ndeshje. Kam sjellë disa nga lojtarët e skuadrës futbollit, të thonë janë dy fjalë të bukura siç dini ju, për të mbitur moralin përpara ndeshjes, prandaj. Po ku e gjetë Salush, ku e gjetë tani që jam tek zotimet që është pika ime delikate. Po më falni atë. Të lutem. Nese, futi brenda, futi brenda. Hajde në shok. Hajde. Ullu në shok. Si jeni shok, shef? Ullu në shok, ullu. Pa si jeni një? A jeni mirë? Si jeni vetë? Buçka, a? Aj, ju lutë. Si thoni, da e fitojmë neshën sot apo jo? Po ne marr pikë se nim do futemi në ndeshje shok, shef. A të lumë, ti Salush besoj i ke bërë mbledhje dhe këta i kanë marrë zotimet për kacë, ha? Në rregull. Po mirë, si thoni e, sa gole do t'i bëjmë skuadrës kundërshtare? Rëcëm, shikoni njëri tjetër ju pyes, sa gola? Gola do bëjmë ne, shef? Se sa do bëjmë ne tash ti? Salush, lutem, Salush, kjo është pika jote e dobët në drejtim të organizimit zotimit. Të lutem. Nese. Cili këtu është kapiteni i skuadrës? Ullu, bukur. Sa gole do të bësh ti? 108. 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 1
Do mundohem? Unë e pyet sa gola do bësh, ky thot do mundohem. Sa gola? 1. 1? Po mirë, tu thanë këmbë të bësh 3? Kapiteni skuadrës? Kapiteni skuadrës. Është bëj 4? 4. Po i sugjero. Një ta bëj me kokë për shkak. Që të mos jenë të një lloja, më thon. Një me kokë, një me të majtën bomb, një me djastën me fallca për shkak. Një me themër. Me themër. S'kemi parë kol me themër. Jo, paktën të vetë dhe themër në punë, s'është vetë. Në rregull. E shënoi 4 gola. 4 gola i ka. Në rregull. Ale me djali ka 4 gola. Dakor. Ti tjetri? Po ky është mbrojtës. Po mirë, pastaj ky është mbrojtës mos salush. I ndalon kush mbrojtës të bëjnë gola. Të lutem shumë, veni 2 gola ti. Shëno këto 2 gola. Tara trop që ka ai. 2 gola. Në rregull ti. Ti, namar ti që fshihesh që më kthen kokën andej, ti. Sa gola do të bësh ti? Po unë jam portier, shoku shef. Portier. E po pastaj që je portier. Po s'më lejon. Dije do jam kërkon të bësh bizë zotimit. Unë të pyes sa gola. Nuk bëj dot gol. Nuk bën. Portier. Në rregull, nuk bën. Hiç informacion. Po jam di një rast që ka bërë portieri gol. Di po një rast që ka bërë. Po pyet tek ne rasti 2 gola do bësh. Po jam portier, më shoku shef, nuk bëj dot gol. 2 gola. Një gol do bësh nga porta në port, të tjetër nga mesi i fushës në port. Nuk kam mundësi ti bëj dot. Nuk e bën? Jo. Hiç informacion. Po një minutë. Hiç informacion. Do bëj një gol shumë. E bën një me penallti ky. Do bësh. Dakor, po kush do ta bëj penallti? E mendon shefi atë, e mendon. Në rregull. Ma golin ti. Rregulloj. Jo, ti vara ti që e për gjumësh, merr vesh. Ti. Po mos e hap gol, jo. Edhe për gjumësh që gol do e bësh as bëndi. Shënë. Sa ke numrin e këmbës? 44. 44 me një gol. 4 golet me. Në rregull, shënë 4 golet. Me 4 golet. Shoku shef ka një propozim. Ato gola që do bëj me këmbë, aty bëj me kokë. Në rregull. Shënë 4 golet. 4 golet. E kemi mbes fushore kemi. Në rregull. Ti tjetri? Urdhoni. Sa? Sa doni jo. Sa doni. Ja, ta mirë. 3. Shënoj 3. Shno. Besoj me këta jemi në rregull. Të tjerët që nuk janë, tu thuaj të bëjnë nga 3 gola dhe e mbyllin. Më fali shoku shef. Fali. Sikur të bëj 2 gola direkt nga korner. Toni gjë. Bre, salush, ja ku më dole pikërisht ke zotimi. Të lutem, ti bëj shumë se mos ti bësh. Ura, shef. Atë bëja 2 gola unë me këshër. Jo, me gëshën se na plas topin. Jo. A stil gëshër. Po bëj. Shoku shef. Ura, unë do të thyej shkyllat. Po, me top, në rregull. Unë do shkëlyj rrjetat. Të shkëlysh rrjetat, në rregull. Ata bëj një gol me hundën. Po bëj një gol. Shef, unë do bëj gol. Po, me autogol. Gjithsej na dalin 19 gola, 19 gola. Një minutë. Duket se u teprua. Përkundërzi, janë pak shoku shef. Unë kam mendimin që të bëjmë 35 gola. 35. Pasa. 35. 50. Pasa. 50. Më duket se po tallën, ja. Jo, sinqerisht na ka rëmbyer avulli i zotimeve. 75 Tani në përfundim të emisionit Zoti Karafil do doja që t'u bëja një pyetje që ma merr mendja, ka dëshirë t'ja u bëj çdo shqiptar. Si do të vej halli ynë? A do të bëhet ndonjëherë Shqipëria ashtu siç e kemi ndërruar apo jo? Po. Mendimi im dhe i partisë që kryesoj është ka vetëm 3 rrugë. Po. O do të bëhemi më mirë, o do të bëhemi më keq, ose do të rrim kështu si që jemi. Rrugë tjetër s'ka. Çfarë nuk kam bërë në jetën time. Si në kohën e monizmit, ashtu dhe në kohën e antimonizmit. Kam mbaruar Institutin Bujqësor Natën për Agronomi. Më pas më caktuan në kooperativën Fitoria ku u bëra antar i Partisë Punës. Më pas u bëra sekretari i organizatës bazë deri dhe kryetar partie. Më falni deri kryetar kooperative. Më hoqën, më futën në burg se gjëja abuzova me leshin e dhënëve të kooperativës. Me demek si kryetari i kooperativës që isha unë, edhe kisha Baxhanak, magazinierin e kombinatit tekstileve në Berat, edhe vjedh një lesh, pun leshi. Unë s'kisha fare me kunatin, po nuk e morën parasysh, ma futën e hëngra. Më pas më internua në fshatin Vërmit të Vlorës. Por pastaj e mora veten dhe shkova në vaun e Dejes ku punova me vetë mohim dhe u dekorova me urdhën e punës klasi 3. Pastaj shkova Masovik në ushtrim popullore.
që andej kalova nën drejtor i ushqimit social dhe aty ma futën prap, me grupin puqist, se gjoja u jepja mjesh u dhejsave. Budala dhe që. Nga internimi, më falni, nese që zgjasim kocë, të tregoj të rjetën time, të qohet mishi pupza të qohet. Po do kemi ko, duhet një natë të tërë dimri. Të lutem shumë, zoti kryetar, qetësoni. Nuk jeni ju i vetmi që keni bërë një gjë të tillë. Ka plot të tjerë që kanë bërë, jo një, po disa brima në uje, megjithatë vazhdojnë të jetojnë. Aso shkon dhe mend fare që të hedhin laku në fyt. Përkundrazi, në fyt hedhin godat e uiskit edhe të konjakut. Kleopatra, unë një gjë të tillë nuk e duroj. Unë kam vendosur të bëj sakrificën suplime për kombin tim. Po të me jetë një leje ju, unë jam gati të varë veten këtu, në këtë moment, në këtë qast për para jush. Po ju lutem, zotë kryetar, po ku do lini partinë juve? Qa do bëjmë në pata? Me parti ka sa të duash, kush po pyet për partinë? Unë shti bëj kombit, Kleopatra, shti bëj popullit, Kleopatra. Megjithatë, edhe kësaj radhe, po e lë. Për hatrin tënd, unë nuk po vdes, nuk po varem. E të mërshme. Keni tentuar dhe tjetër të vrisni veten, zoti kryetar? Disa javë rjesht, Kleopatra. Po një me herdi dhe nuk më la guzhinjerja. Një me herdi dhe nuk më la kamarierja. Pastaj merdi dhe pronarja e lokalit. Tani më vini dhe ju. Po kur do ta bar veten unë si pas jush? Kanë ardhur kohë të këqija, Kleopatra. Nuk të lënë të vdesësh as në qefin tënd. Pse doni të vdisni, zoti kryetar? Jeta është e bukur edhe pse ndonjëherë nuk na duket e tillë, po prapë është e dhimbshme. Po çfarë e bukur, moj Kleopatra? Çfarë e dhimbshme? Unë të trija vajzat i kam shpërndar në përbot. E di, zoti kryetar, njëra në Spanjë, tjetra në Meksik, tjetra në Japoni, po të gjitha janë me fëmijë. Me fëmijë. Po. Kur më merr në telefon, ai Nietzsche e vogël që kam në Tokyo, nuk di çfarë t'i them, Kleopatra. Nuk di asnjë fjalë japonisht. Po, pse nuk i futeni, zoti kryetar? Atë po mendoj. Ti futem, po mos ti futem. Po futuni, zoti kryetar, pse? Kleopatra! Mirë se fëmijët kanë jetën e tyre. Po gruaja, mu çmend gruaja tani në pleqëri. Diçka më keni folur për gruan, po nuk e maj më të mirë, zoti kryetar. Si është kjo puna e gruas, ë? U martua tani në pleqëri. Po, si u martua? Si ndodhi? Po ta kam thënë, moj Kleopatra. U martua me atë Gjermanin plak. Gjoja sa për sy e faqe për të bërë ato qera 8 dokumenta. I pëlqeu Gjermani, më mbeti gruaja me Gjermanin. U martua me gjithmand? Po martua me gjithmand, po me gjithmand pra. Më mbeti me Gjermanin, moj gruaja, thash. Moj grua po na turpron tani në pleqëri, thash. Po më turpron mua dhe partinë time. Jeta një është, më tha. Unë do ta jetoj jetën, Gjermani më mban në plumb të dorës. 75 vjeç është vërtet. Por duket si 35 vjeç. Të ngrënë të motja, i thashtë. Mirë qupat se njëra më kanë lindur japoneze, njëra meksikane dhe tjetra spanjoll. Më duket se do më bëj gruaj në një Gjerman të vogël do më bëj. Mos u shqetëso, zoti kryetar, kështu kanë ardhur kohra tani. Si jeni as i pari as i fundit. Po edhe unë me një arab e kam bërë vajzën, ju e kam thënë, që njohen Paris. Ma ke thënë. Si janë këta arabët kështu? Më falë, si kështu, nuk e kuptoj. Po se këta arabët rinë dakuri gjithë ditën vetëm i qarqaf dhe hanë banane. Jo, zoti kryetar. Ai është student në Paris dhe kur të marroj studimin do vi këtu në Shqipëri, ta kam thënë. Do vi në Shqipëri Arabia? U shkatrua Shqipëria. Prandaj dhe unë vendosa të vras veten. Mirë po e mbajta dhe vendosa. Si mor Karafil nuk formove një parti, thash. Dhe unë, Kleopatra, bashkoj popullin shqiptar në një popull të vetëm, mos më thënë që në Karafil lëngu. Rrugë të mesme nuk ka. Një kryetar partije që nuk duhet ja përmend emrin më tha, ore Karafil, ti nuk po bashkon familjen tënde, tha, jo të bashkosh popullin. Populli i bashkuar është, partit janë të përçara, partit janë të ndara. Dhe e kishte mirë, shumë mirë e kishte dhe shumë mirë e ka. Nga njerë, mendoj t'ja bëj naftën partisë. Ta shkri fare. Mirë po më vjen keq për kombin, më Kleopatra. Më vjen keq për popullin. Po lihet kë populli për qarë. Tani,
me të gjitha këto që të thash Kleopatra. E kupton që unë jam Faleminderit. Faleminderit juve.